Miq të dashur, jemi mësuar që këtë kënd zakonisht me pas të mbushur me plot fëmijë, ku bashkë me ta po mundohemi të hyjmë në botën e tyre, po kemi laramani të talenteve të fëmijëve të ndryshëm. E sot do të flasim edhe për raportin mes prindërve dhe fëmijëve. I kemi të ftuar një nën bashkë me të birin e saj, me se do të flasim për shumë çka. Nëna është stomatologe dhe do flasim në përgjithësi edhe për higjienën orale, për stomatologjinë, për të bukurën në përgjithësi. E sot të ftuar në studio i kam Nora Goga Demollin bashkë me Priam Demollin. Mirë se erdhët. Mirë se u gjatëm, faleminderit shumë për ftesën. Priam, mirë se erdhe. A je mirë? Priam? Ma ki bo një zemër para se me filluar, ma pëm prap? Hajt. Apo të thyme? Priam, bë një zemrën tetës? Vetëm një zemër, a? Nora, si po i kaloni këto ditë, fundjavat, zakonisht si janë për juve? Zakonisht fundjavën mundohem që sa ma shumë me kalu me djalin, për shkak gjatë ditëve tjera jam gati se gjatë gjithë ditës në punë, edhe mundohem që fundjavën me ja kushtu plotësisht djalit, më mirë me to, me dalë zakonisht në ambiente me ajër të pastërt, jo në ambiente të mbylluna, se gjatë gjithë javës është i mbyllun, edhe mundohem që me relaksu edhe me ja plotësu pak dëshirat të paktën këto 2 ditë e fundjavës. Cilat janë zakonisht ato dëshirat e Priamit për fundjavat? Ka ndonjë dëshirë specifike apo? Priami ka shumë dëshira. Dëshirat e tim më të mëdha janë lodrat, edhe gjithmonë sa shkojmë dikon ndonë me ble shumë lodra. Edhe pse kam fillu pak me ja ndalu se është e tepër. Mirë po, prap se prap, në ditët e sotme, më mirë është me ble më shumë lodra, më mirë me ato se sa në telefon me ne gjithë ditën, si shumica e fëmijëve, e cila nuk është fare e shëndetshme për fëmijët. Padyshim që po në përgjithësi, cili është raporti me Priamin? Është një fëmijë aktiv? Është shumë aktiv, është hiperaktiv, gjithmonë ka qenë, prej bebu kona ashtu. Po tash ka mbush 4 vjetë edhe ka fillu me kuptu, edhe ka fillu me ma dëgju edhe fjallën, edhe kjo po m'vjen shumë mirë, unë si non po ndije mirë, se pesho që po kupton shumë gjëra edhe normal që edhe kë e din kur unë i thëmë diçka që nuk e ki mirë, atër ndalet edhe kupton. Kjo më bën me muni shumë mirë, të me thonë është tu shku zhvillimi ti ashtu si duhet. Edhe pse është në moshë ende të vogël, cilat janë ato këshilla që zakonisht jep si nën? Po, tash ne nanat kemi shumë këshilla. Zakonisht këshilla kryesore është mos me pas kontakt me njerëz e panjoftën. Kjo është gjaja kryesore të onë. Edhe pse shumë i vogël, po normal këto këshilla duhet me fillu prej tani. Nora, e cekëm që i edhe stomatologe, padyshim që është një profesion që dëshiron përkushtim të madh, kohë, punë në përgjithësi, po mundesh me i aranzhu gjitha familjen një rënën punën? Është pak e vështirë me tregu drejt, se e kam një orar kogja gjatë punës, mirë po normal kam familjarë të cilët më ndihmojnë, e kam bashkëshortin, e kam nanën e bashkëshortit, që ata kujdesen në pjesën e 2 ditës për Priamin, pastaj ku shkojmë ramje normal që unë e mirëm me ta. Po nuk isha mujt me ja dalë, me qenë këtu ku jam, pa ndihmën e familjarëve. Të cilët i falenderoj shumë, se pa ta s'kisha mujt me qenë këtu ku jam. Padyshim, pëndalimi pak edhe tek higjiena orale në përgjithësi tek fëmijët. Priam, apo vjen pak tonë këto mull? Priam, flasim bashkë? Pullu shpirt. Ata është që shumë aktiv. Ta është që shumë aktiv. Ska problem, mi pëlqen studio. Fillimi vetë se i vinte pak... Tash është i lirë. Ja, tash po. Tash të këto e eksploron krejt. E dim që higjiena orale është një prej pjesëve më të rëndësishme, duke filluar edhe prej fëmijëve, në cilën moshë zakonisht duhet të filloj përkujdesja, edhe pse shpeshherë po besoj që hezitojnë fëmijët edhe kundërshtojnë që me ja u pastru dhëmbët. Po, unë si stomatologe kisha këshillu gjitha nanat me pas një kujdes shumë të veçantë për dhëmbët e fëmijëve, edhe pse tek ne është ajo ideja se hajtë se është i vogël dhe nuk i kushtojnë shumë rëndësi dhëmbëve qumshtit. Këta dhëmbë kanë mi undru, kanë mi dalë dhëmbë të ri, po jo, është gabim shumë, është një koncept shumë i gabun. Duhet gjithmonë mu kujdes shumë për pastrimin e dhëmbëve, sepse prej mos mbajtjes së higjienës vjen deri te kariesi, pastaj te pulpitet, te absceset, te nekroza absceset edhe infeksionet më të mëdha të padëshirueshme, që janë normal janë shumë padëshirueshme, sidomos për një fëmijë. Sa është rëndësishme edhe përgjedhja e duhur e pastës së dhëmbëve, brushës së dhëmbëve, duke marrë parasysh që
dallon prej moshës në moshë, sa shpesh duhet me undru, disa këshilla, ndoshta edhe për të rriturit. Po, normal, brushat paktën njëherë në 2 muajt, të përthan, njëherë në 2 muajt duhet me undru, që t'jetë ma e pastër, për shkak se edhe ato fibrat, nuk janë ashtu si duhet gjatë pastrimit. Priam. Ullu shpit se këtu dhëtë. Hajde do të mi tregu tetës që si pastron Priomi dhëmbët. A i pastron dhëmbët, se dhe sa herë nditi pastron, apo më tregon? A bëjmë t'i pa njëre dhëmbët? Hajde tregoj si pastron të me momin dhëmbët? Hajde tregojna bashk. Apo vjen tonë me më tregu? Hajde qëto. Hajde tonë me tregoj. Ullu të teta dhe tregoj. Edhe t'i shoh dhëmbët sa të bukur i ki. Ama t'i shoh njëra? Kom haru në stanë. Qka ke haru? Kom haru mi pastru. Ka haru mi pastru. Zbresoj që ka haru nana me t'i pastru, edhe nëse ke haru ti. Me thonë drejten, kundërshton shumë. Nuk e di pse nuk e ka qefit, sidomos pastën e dhëmbës, a e lea një farshie jo të mira, ajo është normal, dhe gjithmonë thotë, mam, pastromi po pa pastë. Normal që pa pastë nuk është e efektshme. Mirë, po ne duhet gjithmonë me insistu me abu sa ma atraktive, që fëmija me u bind që duhet me i pastru dhëmbët, që është shumë i rëndësishëm për të. Si mundesh me mashtru një fëmijë për me ja pastru dhëmbët zakonisht, pasi që e ceke që kundërshtojnë shumë shpesh? Po, edhe Priomi kundërshtojnë shumë shpesh, po mundohem me abu sa ma atraktive. Tash ka edhe brusha formave të ndryshme, elektrike, dhe këti vjen interesant. Me thonë drejten, gati se çdo ditë nga një brush 3 ka Priomi. Hajde. Për shkak se janë me ato figurat, jo me Batman, me Spider-Man, edhe këti vjen interesant. Se vetëm një brush i buhet shumë shpejt bajat. Priam, cilën e ki brush të preferume, e ke ndonjë me film zatimor, Spider-Manin, Batmanin, cilit pëlqen më shumë? Hajde. Kush pëlqen më shumë? Tregoj? Batmanin. Batmanin pëlqen më shumë? A ke me ble edhe brushën me Batmanin, me i la dhëmbët më mirë? E kom ble. E ki ble? Tët i kom ble. Cilat pëlqen më shumë? Një letër dhe një pas. Cilat pëlqen më shumë, Batmania a Spider-Mani? Batmania? Batmani, po. Sa brusha e ki, tregoj tetës? I kam 2. Veç 2-a? Po. Dy që i pëlqen pak më shumë i paska. Sa e në dit i pastron dhëmbët Priomi, mundesh me më tregu që i pastron dhëmbët? Bravo. A i pastron shumë? Sa minuta i pastron? 5. 5, bravo. 5 minuta. Bravo. Për ndojnë pak edhe të koha, po, sa është rekomandushme? Që 5 minuta me i pastru dhëmbët, se normal për pak minuta nuk është se e bën një pastrim ashtu si duhet, edhe normal që sa ma gjatë që i pastron dhëmbët, atëherë ata do pastrohen ma mirë. Po, më përgjithësi, Priomi është i vëmend shumë 5 minuta, nuk... Jo gjithmonë, jo gjithmonë me tregu drejt, po unë mundohem që sa ma gjatë me ja pastru dhe sa ma mirë, normal. Po ndalemi pak në përgjithësi, je edhe ortodonte, e dim që fëmijët kanë fillu tash, do me thonë, ndryshimet e dhëmbëve, kur ndrohen dhëmbët e qumshte, ndonjëherë nuk janë në radhitin e duhur, sa është vështirë me u marrë edhe me fëmijë, sidomos me proteza mobile që ndoshta nuk janë shumë të rregullt. Fillimisht nuk janë me pastrimin e dhëmbëve me higjienën në përgjithësi si fëmijë që janë, e pastaj për këto protezat mobile dhe fikse të ndryshme që janë për fëmijë. Po, tash tek fëmijët pra që ka nevojë për protezat mobile, disa fëmijë janë shumë dëgjueshëm, janë shumë të rregullt edhe e mbajnë protezën. Mirë, po janë disa fëmijë që nuk janë të rregullt edhe nuk e mbajnë protezën. Nëse ti nuk e mban, atëherë efekti është 0. Gjithmonë prindi duhet, gjithmonë është barat e prindi, është ai që duhet me insistu edhe me bind që është për të mirën e tij për me mbajt protezën. Për ndryshe ka me pas pasoja në të ardhmen. Kemi pa shumë shpesh që ndoshta fëmijëve edhe dhëmbët e qumshtit fillojnë t'ju prishen shumë herët, sidomos dhëmbët përpara. Ndodh kjo vetëm për shkak të ushqimit apo ka edhe faktorë tjerë që ndikojnë në këtë pjesë? Kjo zakonisht ndodh për shkak të mos mbajtjes së higjienës, po ashtu tek fëmijët zmaltja shumë pak i mineralizuar se sa të rritunit, edhe do me thënë mundësia për prishje shumë më e madhe. Prandaj te fëmijët rekomandohet pra gjithçysh me mbajt higjiena, po ashtu edhe si mbrojtje rekomandohet edhe fluorizimi i dhëmbëve, pra i cila ndihmon në mbrojtjen e dhëmbëve nga kariesi. Se, do me thonë, kariesi është shkalla fillestare, pastaj vazhdojnë në pulpite dhe në nekrozë të dhëmbëve qumshtit. Në cilë moshë mundet me fillu kariesi tek fëmijët? Nuk ka moshë caktune, do me thonë momentin që erupton një dhëmbë, atëherë edhe mundet me fillu kariesi. Po Priomi, sa i pëlqejnë ëmbëlsirat, çokoladën në përgjithësi i don? Pëlqejnë ëmbëlsirat? A pëlqejnë çokoladat? Jo. Jo? S'pëlqejnë shumë?
Ky hanë ushqime, çfarë ushqime? Ha? Ushqime të shëndetshme. Ushqime shëndetshme, a? E kemi hallën nutricioniste, edhe ajo mundohet gjithmonë me ja spjegu që duhet me hongël healthy food, edhe kjo mundohet, po e merr një karrot, fillon po prap vazhdo me çokoladë. Sa ndikon kjo në prishjen e dhëmbëve tek fëmijët? Në përgjithësi e dim që gjithë fëmijët janë të apasionuar pas ëmbëlsirave. Po, normal se sheqeri ndikon shumë në zhvillimin e karieset. Prosi që thash edhe më herët, tek dhëmbët e fëmijëve pra janë shumë më pak të mineralizuar dhe dëmtimet mund me qenë shumë më shpejt tek fëmijët se sa tek të rritun. Do me thonë kujdesi i dhëmbëve tek fëmijët duhet me qenë shumë më i madh. Edhe gjithmonë kontrollat, rutine duhet me qenë çdo 3 muaj deri në moshën 18 vjeçare. Rekomandohet pra që me dërgu fëmijën tek stomatologu çdo 3 muaj. Tek të rriturit është çdo 6 muaj. Po heqja e dhëmbëve, sepse e dim që shpesh ndoshta heqja e dhëmbëve bëhet edhe prej prindërve në shtëpinë e kushte shtëpiake, themi. A preferohet më shumë që të shkohet tek... Më mirë është tek stomatologu, po në ato raste kur bëhet heqja e dhëmbëve prej prindërve, janë ato raste tek ata dhëmbë që domethënë kanë lëvizshmëri shumë të madhe dhe bëhet një heqje shumë e lehtë. Se përndryshe kur nuk janë të lëvizshëm dhëmbët, atëherë nuk ka shanca prindit të shtëpia me ja heq. Po më mirë është tek stomatologu në mënyrë që të mos prishet renditja e dhëmbëve të përhershëm. Se secili dhëmbë ka kohën e caktuar se kur duhet të eruptoj. Edhe nuk duhet me heq dhëmbin para kohës. Po gjithmonë secili dhëmbë duhet me u heq në kohën e duhur. E përmende se sidomos tek fëmijët, prindërit luajnë rol shumë të rëndësishëm, ke kontakt me shumë prind, si është raportin e tyre me fëmijët e tyre në aspektin e higjienës orale? Me thonë të drejtën jo shumë të mirë. Nuk e di pse, po shumica nuk është se bisedojnë shumë me fëmijët për këtë aspekt. Tash, është ai mendimi që këta janë dhëmbë të qumshtit, kanë me ju ndryshu. Edhe momentin kur fëmija në gojë ka denticionin mix, do me thonë ka edhe dhëmbë qumshtit, edhe dhëmbë përhershëm, prindi nuk mundet me di se cili dhëmbë është i qumshtit dhe cili është i përhershëm. Përpos këta dhëmbët anterior, që zakonisht a i shet që ju ka ndru, po këta dhëmbët mrapa, zakonisht nuk e din. Edhe gjithmonë vjen pyetja se, këta mrapa kanë me ju ndru, do me thonë s'ka nevojë me i rregullu. Jo, duhet, edhe dhëmbët e qumshtit duhet me u rregullu, se momentin kur prishet dhëmbi, atëherë, për shembull, nuk e ka kohën e erupcionit në atë kohë kur është bërë prishja, ne duhet me vazhdu edhe 3-4 vjet me atë dhëmbë. Po nëse tele janë të prishën, normal që ka me pas probleme dhe ka me pas dhimbje. Kështu që duhet me trajtu sa më herët, sikur dhëmbin e qumshtit, sikur dhëmbin e përhershëm. Është e rëndësishme shumë edhe përgjedhja e pasës së dhëmbëve, sidomos tek fëmijët? Po, se edhe tek fëmijët është koha e caktune, për shembull prej 0 deri në 3 vjet. Duhet me ditë se cilën pasë me përdor për moshën e caktune të fëmijës. Po pasat që i përdorim ne të rriturit zakonisht preferohen për fëmijë, apo kanë përqindje më të mëdha të disa... Kanë përqindje më të mëdha të fluorit, kështu që për fëmijët janë pastat e veçanta, që nuk duhet më përdor. Për shkak edhe shijes, që fëmijët nuk e tolerojnë pastën e të rriturit. Po kalojmë pak edhe të rriturit, masi vetë se i përmendëm, në përgjithësi, sa kujdesemi për dhëmbët, nëse tek fëmijët preferohet që çdo 3 muaj të shkojnë në vizitë te stomatologu, tek të rriturit? Tek të rriturit zakonisht vizita është çdo 6 muaj. Do me thonë, edhe nëse nuk ke probleme, është e rekomandueshme me shku me bënë një vizitë tek stomatologu. Se te ne shumica, unë nuk kam dhimbje edhe jam në rregull, po jo, kur vjen deri tek dhimbja, atëherë veç është bë shumë. Duhet gjithmonë me qenë vigilant, çdo 6 muaj me bënë ka një kontroll, jo vetëm tek stomatologu, po në përgjithësi te secili mjek, po tek ne është anashkalune kjo. Ka shumë persona që sa do të rritur që janë, e kanë atë frikën prej stomatologut, shpesh thojnë ndoshta edhe ajo era e ordinatës ndoshta ju pengon. E vërtet shumë edhe kanë trauma, po zakonisht e kanë prej fëmijë kur kanë qenë. Unë për vete, se unë vim prej një familje stomatologësh, kam babin stomatolog, 2 vëllezërit, edhe shumicën e fëmijëve i drejtojnë te unë. Nuk e di pse, po e kam ndoshta atë marrëdhënien, sjellja jam i bën që ata me u bind. Se unë mirëm, ndoshta një orë kohë e kaloj, vetëm duke bisedu derisa të bindet fëmija që ai duhet me rregullu. Duhet me rregullu dhëmbin dhe mos me lënë ashtu.
Do thotë, ndikon shumë edhe raporti i stomatologës drejt fëmijëve. Se nëse te merr me dhunë, sikur që ka ndodhur më herët, atëherë ai ka me pas një traumë të njëjtën. Se kam paciente të mijat që kanë trauma që qysh prej të vegjël, edhe ma kanë spjegu, kam qenë të një stomatolog, më ka kap kështu, ka ndodhur, edhe e spjegojnë që kanë marrë trauma prej ati edhe tash të rrituna, prap vazhdojnë me të njëjtin mendim. Po gjithmonë mundona me i bindë që nuk është aq e frekshme puna stomatologut. Sidomos tash që kemi me anestezione, nuk ndjen dhimbje fare. Po ndalemi pak edhe tek ndërhyrjet estetike si fillerat, botoksat. Miret në ora edhe me to? Po, tash jam duke u marrë edhe me këtë pjesën e estetikës, kogja shumë. Është pjesa ma e kërkune për momentin. Si të këtë moshat e matë mdoja, po ashtu edhe të këtë moshat e reja, si për filler, si për botoks. Po normal se është një ndryshim mes fillerit edhe botoksit, sepse botoksi bën e blokon muskulin dhe nuk e le me lëviz. Zakonisht e mimika, tek pjesa e ballit, tek pjesa rreth syrit. Ndërsa filleri është acid hialuronik i cili mbush zvrastirat, për shembull te vijat nazolabiale, mbush buzët, mbush mollzat, jawline, varet se për cilat pjesë është interesuar pacienti. Acidin hialuronik e kemi edhe ne në trup, ndodh shpesh që ndoshta nuk ja pranon dikujt fillerin dhe i absorbohet shumë shpejt. Ka pas raste që është zhdukur fillerin në mënyrë shpejt, pse ndodh kjo? Acidi hialuronik, pra është një acid i cili gjendet në organizëm, është krejt natyrale dhe varet se sa sasi, sa mungesë ose të pritës të acidit ke, po shumica njerëzve kanë mungesë acidin hialuronik. Dhe kur aplikohet, sidomos për herë të parë, ka tendencë që me u përthit sa ma shpejt. Po pas të hera e dytë edhe tretë, organizmi ngopet me acidin edhe e mban ma gjatë. Po kjo ndodh ma shumë tek buza, tek pjesa e buzës absorbohet shumë ma shpejt, se sa tek pjesët e tjera. Do thot në përgjithësi, kërkesë ka mjaft edhe prej të gjitha moshave tash, po ka kërkesa edhe prej moshave 9-18 vjeçare sot? Sidomos për pjesën e vuzve, kemi kërkesa edhe në moshën 18 vjeçare, unë për veti nuk i rekomandoj, edhe nuk i pranoj, po ka shumë raste që vinë edhe me prind, edhe thot prindi ja kam lejuën, atëherë ajo është diçka tjetër. Për ndryshe, unë nuk i rekomandoj as acidin, as botoksin për fundit 18 vjetë. Normal botoksin bi moshën 30 vjetë, unë për veti e kam fillu me 28 vjetë, se kam dasht mos me u thellu ma shumë. Vadin varet prej preferencës pacientit. Po normal që unë nuk vazhdoj diçka vetëm prej kërkesës, po gjithmonë i tregoj çka duhet, çka bën, çka s'bën, çka guxon, çka nuk guxon. Jo vetëm pacienti e kërkon ato edhe unë e me realizu. Ke pas raste për shembull mos e ceke shumë mirë që ndoshta ka ardhur një kliente për me realizu 1 mililitër filler, po ndoshta nuk i ka shku me fizionominë e fytyrës. I ke thënë që ndoshta duhet më pak, jo një. Të kanë dëgjuar këto raste? Zakonisht pacientet unë i kom seleksionu me thonë drejten, edhe du me pas punë me paciente që dojnë më dok natyral. Se ka shumë paciente që kërkojnë vjen era e parë edhe thotë 2 mililitra, se jo një. Unë jam gjithmonë kundër asaj, se është diçka shumë e teprune, sidomos kur është hera e parë, prej diçka 0, me shku 10 është shumë. Kështu që e di që nuk kam me i pëlqy. Ajo e kërkon, po puna jam është me i tregu që nuk kam me dalë bukur. Po ke pas raste tilla kur ndoshta ka ardhur një kliente, ka kërkuar për shembull 1 apo 2 mililitra filler, po ndoshta nuk i ka shku me fizionominë e fytyrës edhe ke refuzuar me ja bë? Po, ka raste shumë të tilla. Po, unë gjithmonë mundona me shku se sa ma pak mililitra ma apliku, për shkak se nëse është hera e parë, pacientës jam shumë e sigur që nuk kam me i pëlqy. Se prej 0 me kalu deri në 10 është shumë. Do me thonë, nëse aplikon, është mirë me fillu me mililitrat ma të vogla, për shembull 0.5 mililitra. Zakonisht ja u rekomandoj 0.5, e she apo të shkon me fytyrën, me fizionomin, atë pëlqen, edhe nuk është shumë. Kur aplikon shumë, tani është pak ma vështirë me u tret. Në tregove dhe dallimin mes fillerit edhe botoksit, po ka dallim mes botoksit edhe baby botoksit? Po, se baby botox aplikohet në doza shumë të vogla, edhe është shumë ma pak e ngrine, për shembull pjesa e ballit, edhe ka lëvizshmëri ma të madhe se sa kur aplikohet botoksi me dozë plot. Po kthehemi edhe një herë kështu tek familja, tek vështirësitë, sfidat që janë, pasi që e dim që
nuk është një punë e lehtë, kërkon angazhim të plot, edhe kohë maksimale, si po aranxhon edhe kohën me familje dhe sa është vështirë me rritë fëmijë, me i eduku në ditët e sotme? Me thonë drejtën, kogja vështirë është, për shkak se jam një nanë që punoj me një orar kogja gjatë, po thash edhe më herët, jam me fat që kam një bashkëshor t'ilë dhe një familje t'ilë, që më ndihmojnë shumë, se për ndryshe si e vetme nuk besoj që kisha mujt me ja dalë. Ose punën, ose më marrë me djalin. Se kjo është në kopsht, një pjesë ditës, po pjesa tjetër do të më marrë dikush me ta. Kështu që besoj që gjitha ato nona që punojnë me orar gjatë e kuptojnë. Priami, edhe pse është ende i vogël, i vrejet ndonjë talent apo ndonjë dëshirë për të ardhmen, se ku ka me u fokusu më shumë, apo ende? Priami ka pas shumë dëshira deri tani, polic, pilot, shumë, po momentet e fundit, po miret shumë me vallëzimin. Do me thonë, elshon muzikën edhe vallëzon. Ose vjen, thot, mam, po du këtë muzikë edhe janis melodin ma të regon, tash unë e duhet me gjithë se cila kongë është. Dhe zakonisht ato anglisht. Edhe unë e duhet gjithë me ja gjithë se cila është. Po kjo ndikon se edhe në kopsht e kanë orën e vallëzimit, edhe po mdo këtë që prej aty e ka marrë këtë hovën e vallëzimit. Një problem jo tek fëmijët, por tek të gjithëve të rriturit, është padyshim edhe telefoni, rrjetet sociale në përgjithësi. Sa është përdorruesi i teknologjisë, Priami? Si çdo fëmijë edhe këto e tërheq telefoni, mirë po ne mundohemi që me ndajt sa ma larg. Për shkak se i dim të gjitha tmetat e telefonit, po edhe benefitet. Mirë po thash edhe ma herët, mundohemi që sa ma shumë lodra me i ble, që kë me u habit me to dhe me hup kohën. Se për ndryshe nëse nuk ka me qka me u marë, normal që telefonin do e ketë primarën. Moram, po të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit fundjavë bashkë me Priamin. Priam na ke zbukuru sot studion dhe pse nuk më ke fojtë shumë, as nuk më ke dashtë shumë. Fritetës faleminderit. Fritetës faleminderit. Tash bëba një zemër, për fonda. Edhe bë një zemërën, hajde tash. Hajde se kanë më të pokrejt shokët dhe shoqet e kopshtet. Edhe përshëndesim shumë Ninën. Shoqen e Priamit Ninën. Ninën e përshëndesim gjithë ne. Apo ja shojmë një putje, një zemër Ninës. Hajde një zemër Ninës. Apo ja bëjmë? Hajde. Hajde, Priam. Po i vjen pak more. Jo pak për shumë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit fundjavë. Gjithat mirat edhe Priamit edhe juve. Faleminderit shumë edhe për juve, ishte kënaqësi.